Jo, sunscreen nuk do marrim, se thjesht do dalim një xhiro dhe do vendosim kapelet. Po jo, se pastaj ne na bim gjellin kokë. Jenë se ti ke calet shumë të balla. Dohen ka marrë furçën e fondatinës, e ka përdorur për ruzhin, edhe unë tani këtë e hap me darë. Dje kam fjetur dhe me flokë qullta si mbas plazhit, edhe jam në këtë gjendje që shikoni, po do mundohem ta kamufloj. Shka i bardh, nuk e di pse duket aty ka i bardh. Apo duket, se marrë vesh. Kështu duket si dritë, po shumë errët. Paleta e përletës e preferuara ime. Por kaq bë, vetëm të bardhën ose rosa. Kaq është maksimumi make-upit që mund të bëj unë. Nuk vesha kështu. Sa bukur duke, se gjithë. Si gjëja ime preferuar, po besoj nuk jam pagu kusht. Jo, i ke shumë mirë, ke shumë mirë. Edhe këtu jam pagu kusht. Edhe flokët mbrapa? Nuk kremim. Duke shpyll fare. Ikem? Subscribe to our channels. Ta tregojmë pak dhe këtë lepurushin si është veshur. Je veshur shumë bukur janë. Si kreb. Si kreb, ke një kreb këtu janë. Edhe një elefant këtu. Afkara Maja, udhëroni. Kjo është hyrja e pallatit. Shikoni sa e frikshme. Këto? U rëzova undje. Shikoni, kujdes aty dojnë tani. Përshëndetje. Përshëndetje. Dhe mirë se erdhët në një video të re në kanalin e familjes tanë. Nëse ju nuk në njihni akoma, ne jemi familje? Pizza. Kush jete? Unë jam Dojeni. Unë jam e Nejda. Këtu që na ikëm qefta s'pa del në video është babi Dolsi. Mami. Dhe ne po fillojmë sot një video të re. Siç po ju thonim, ne sa po filluam një video të re, kemi rreth 2 javë këtu në Barcelonë. Dhe do qëndrojmë edhe 2 javë të tjera, se plani jonë është të bëjmë kësaj here, për herë të parë në jetën tënë, një muaj pushime. Kështu që kemi dhe 2 javë këtu në Barcelonë, kemi ndar pak me ju që na ndiqni në Instagram se çfarë po bëjmë, si po kalojmë. Por kësaj here menduam t'ju marrim në një ditë normale me vete, që mund të themi një ditë sikur të ishim vëndalin, sepse sot nuk është se po bëjmë ndonjë gjë të jashtëzakonshme. Po, shpërt fal. Minu me Zdoen. Brava. Ishte italisht kjo. Edhe kështu po shkem në qendër, po ju marrim me vete dhe ju tregojmë rrugës se çfarë do bëjmë. Okej. Siç po ju tregoja, tek ato shkallët e tmerrshme prej mermeri kam bërë dhe një rishkitje stratosferike. Nuk e di kush më mori në mësysh, sepse shumë nga ju më shkruajtë në Instagram dhe më thatë kur po kthehesh. Dhe dikush më mori në mësysh, po nuk ka problem. Kam fluturuar dje dhe probleme që përplasa shumë fort kraun të parvazi shkallëve. Edhe kam një dhimbje të tmerrshme, këtë dorën këtij nuk e lëviz do të mirë. Megjithatë jemi mirë, thjesht fakti që jemi këtu në Spanjë për na jep energji pozitive. Doni ta shikoni pak bardoshin tim? Ky është bardoshi Doen. Tani po presim babin që të blej një paketë dhe do ikem këtej. La vida es un carrusel. Si që përmënda, duke qenë se jemi një muaj këtej, jemi munduar që mos shpenzojmë aq shumë, kështu që shumicën e kohës kemi ngrënë në shtëpi, dreka, darka, mëngjesi, pazaret të ditë kemi bërë këtu te Aldi, edhe te Mercadona. Edhe tani ndaluam pak te Aldi, morëm banane për Doen që ta haj rrugës, se ëngër mëngjes në shtëpi.
Edhe për janë morëm disa fruta nga këto që janë kështu që thithen, thjesht për t'i patur se si dihet ky fëmijë është shumë lups. Ndryshe nga do gjatë gjithë kohës për të ngrënë. Kështu që me rezerva me vete tani po nisemi për te qendra, për te Plaza Catalunya. Këtu kam dëgjuar që nga data 20-21 fillojnë uljet e para të mira. Domethënë nëpër dyqane ka pasur ulje, po do të thonë ato uljet e mëdha të verës, edhe pse zyrtarisht është data 1 korrik që fillojnë uljet. Me sa kam lexuar fillojnë disa nëpër këto dyqanet kryesore Zara, HM që janë këto, fillojnë që nga data 20-21. Gjithsesi ne po dalim xhiro në qendër, edhe të shikojmë aty nëse do ketë ndonjë gjë interesante për të blerë. Apartamentin e kemi bërë relativisht në qendër, pra jemi me Plaza Catalunya dhe Plaza Espanja, edhe në teori 20 minuta është deri në qendër. 20 minuta, po neve bëjmë o më shumë, o më pak, varet si jemi. Kur jemi me nxitim për të kthyer në shtëpi, apo se mbrapsht e bëjmë për çerekore, ose në ditë si kjo me dojnë që ndalon 20 herë gjatë rrugës e bëjmë për shumë gjatë. Si mund ta qini nuk duken fare mbrapa, as duke ëndër kinderin që bleu ilegalisht. E bleu me dhunë, si me thënë atë dhe Aldi, nuk dishte pa atë, kështu që hajtë ma, po ja plotësojmë pak dëshirën. Jetë meshur, janë rregull. Kjo në ratë kinderi. La vida es un carrusel. Dhe gjërat e shtëpisë ka gjëra të bukura, po për fat keq nuk kemi si t'i marrim me vete. Dhe gjeje vazo nga 4-5 euro, fruto jashtë që është fantastike. Nuk e di shikojmë. Shikoni sa të bukura këta. Ytre që ka dhe këtë dhe marem. Ashtë sa I fëtë. Give us a flower, a flower, jelly on the bluebirds. You feel the cubers, pretty little babies. I'm so in love with you. Sa po dolëm nga mëja, ullëm këtu të pim një kafe, do ndaj një çorës. Çfarë nuk kemi bler gjëra për kalamajt, për shtëpinë, me thënë. Kemi bler goxha gjëra, të gjitha shkon 56 euro. Ka lezet shumë me ullje. Dhe mbleu këtë varsën, 1.9 euro, 1.6 euro. Dhe tani dajmë gjërat e mira. Ice vanilla? Sorry. Thank you. And the churros. Thank you. No, Grandma. You can say what you don't, you can say mi nome es Zoe, you can say Yo tengo 5 años.
Ya tengo 5 años. Everything with Mirë, one. hajde, të se na mbaroj bateria. Shpejt se që kemi në fund të baterisë, ju tregojmë se çfarë blemte HMoja me 56 euro në total. Ishin këto kufat e jastiqeve, që më pëlqyen shumë. Sa ishin këto? Të ishin gjithë në 2-3 euro, me ulje. Shky tjetri. Këtë dore nuk e ngrej do të mirë, po, është ky tjetër. Dojen mori këtë varsin që ju a treguam, urdhështë, se na mbaroi bateria e kamerës dhe kaluam me celular. Unë mora këtë çantë për mbasdite, 9.99, koni sa lezetshme është. Sa morëm? Morëm edhe këto bijama, që sa kjo janë? Sa ishin këto prit pak të më? Bijama me zemër, këto ishin 4.99. Janë shumë kjo, po ti merja me princesha dhe ishe në Edhe me princeshat, të fundi për dojnë, sa ishte të 5.99. Pëlqen në? Po? Që morëm tjetër, morëm këto pantalonat për rje. Këto i morëm 12.18, që të ketë mundësi të vesh nga shtatori, 3.99, duke dhe të. Këto këmishëm për rje, 2.99. Si besoni, është e bukur apo jo? Është shumë e bukur. E një sekund. Edhe bluzë. Bluze për dojnë, sa ishte kjo 2.99. Është për 2 vjeç? Ja, këto për mamin. Si sa bukur është? Do t'i gjende një këmish linoje në një gjë oversize. Edhe këto për jenë, Look at cuties. sa ishte kjo 2.29. Këto ishin gjërat që morëm. Mori dhe doja një kështu për flokët, po paka shumë këto. Gjitha këto bën 56 euro, ka lezet. Tani ikam se do hajmë fasullet për drek, edhe do shijeme basdite. Shijeme basdite. Hola, yo. Hola. Hola! Quer luz vai ser. Vamos fazer Tani po kthehemi në shtëpi pas një dite tjetër të qetë, na duket fiks sikur jemi vëndalin dhe po shijojmë jetën. Mbas ju tregova gjërat që blem. Ngrëm groshën që kishte bërë mami me qofte, edhe pastaj i futëm nga një gjumë. Ne me zi fjetën fakt, sepse janë po i del dëmbi 2 dhe ka shumë dhimbje, edhe unë kam dhimbje nga krau, diqe. Po pushuam se tu ashtë dërsa dohen edhe këto të shtëpisë flejtë në gjumë. Edhe tani mbas dite i futëm një xhiro, një shëtitje. Këtu është një rrugë shumë afër shtëpisë tonë, që janë një 4 ose 5 playgrounds, tip këndësh të votë, s'kle fare me lojra, kanë nga një rëshkitëse, nga një lisharës në një që të vogël, po kalamajt kënaqen. Aty ishte mbushur plot me prindër që uleshin te lokali, pinin bira, bënin muhabet, ndërsa kalamajt luanin aty për jashtë, siç luanim ne dikur në vendin tonë. Kështu që siç ju thash, u qetësuam totalisht, ishte një mbasditë kështu relaks fare. Tani është ora 10:15 më duket, po kthehemi për shtëpi, por fillimisht do të blejmë pak bukë te nga pak supermarketet që janë hapur. Ja. Mere mami, bravo. Edhe të marrim pak bukë, të marrim një gjë të vockël dhe të ikim në shtëpi të ham darkë.